ARB Security ka zhvilluar një studim të detajuar, të bazuar në planin operacional dhe jo në aspektin teorik. ARB Security ka një bashkëpunim shumë të mirë me komunitetet përreth dhe ky studim ka lindur dhe si nevojë i bashkëpunimit me këto komunitete. Për të arritur sukseset në aktivitetin që ne kemi si kompani, ne jemi bazuar në dy faktorë, dy element kryesor, të cilët janë burimet njerëzore që ka kompania, që ne i trajtojmë me shumë kujdes, duke vlerësuar tek ta profesionalizmin dhe duke investuar te kjo pjesë tek burimet njerëzore, por një nga mbështetjet kryesore dhe çelësi i suksesit ka qenë bashkëpunimi në të gjitha ato zona që ne kemi ushtruar aktivitetin me komunitetin lokal. Pasi e kemi parë sigurinë jo vetëm si vendosje të një elementi të një punonjësi sigurie në objekt. Statkraft in Albania has a legal base called Devil Hydropower that is an entity responsible for the construction operation of hydropower plants along the Devil River in southeast Albania. We saw the importance of engaging with the communities that we would have colleagued together for the years to come. We recruited security guards from the community who had the same culture, the same concern. Considering this approach, later on we further developed and named it community-based security. The key point of CBS study is to get early identification about any incident that might occur. Kam filluar punë që kur është bërë ndërtimi i objektit, fal trajnimeve të vazhdueshme që ne bëjmë çdo muaj për të drejtat e njeriut, për komunikimin me banorët, me vetë punojësit, me kolegët që jemi këtu, me çdo gjë, me grupe vizitorë që mund t'i adresojmë. Të jesh roje sigurie në Statkraft ke përgjegjësi të dyfisht, plus sigurimin e objektit të Statkraftit, kemi dhe bashkëpunimin që do të kemi ne si komunitet. Tu lozim një rol sensor social që kemi me drejtuesit dhe me shërbimin tonë që kemi për rrugën e infrastrukturës së energjisë këtuja. Portalia is a renewables developer and independent power producer globally. It is important that our projects coexist in complete harmony with the local communities. And it's a requirement that our partners and our clients have the same standards as us to be able to do this effectively. They have to listen very carefully to the voice of the community and in a better way, in a formal way, to bring them to us and very carefully to analyze them together with the clients and to take preliminary measures in order to avoid any incident that might occur in the future. They are our eyes and ears on local communities, okay? Brings ideas bring concerns of community to us in an easier way. Dhe duke qenë se unë jetoj këtu në këtë komunitet, më ka ndihmuar që të krijoj një lloj komunikimi sa më të mirë me banorët. Duke qenë pjesë e tyre, është më e lehtë për mua dhe për ta të shfaqin të gjitha shqetësimet e tyre. Gjithmonë kemi parasysh dhe kemi në qendër vëmendjes komunikimin mirë me ta, pa nxitur incidente ose problematika të ndryshme, por në bazë të trajnimit që bëjmë ne për shërbimin edhe në marrëdhënie për këto, ne gjithmonë kemi bërë mbas standardeve të ICO-CAS. ARB Security's community-based security study provides an exceptional example of how operational services like security is an important bridge between our operations and the community and the impactful work of our mission. Ne e shohim CBS si një standard të ri operacional për ARB Security dhe mendojmë ta implementojmë dhe në objektet e tjera në ruajtje. Qëllimi ynë është i qartë, siguri efektive e pranuar nga komunitetet dhe siguri dhe besim i ndërsjell afatgjatë.